Në momentin kur njeriu në jetën e kësaj dunjaje përballohet me ndonjë shqetësim, ka ndonjë hall ose ka ndonjë problem, është shumë normale që ai të kërkojë zgjidhjen dhe daljen nga problemi. Në të shumtën e rasteve, ne jemi dëshmitar të asaj që shohim se shumë njerëz zgjedhin rrugën e gabuar për të dalur nga problemet me të cilat ballafaqohen. Ndërsa besimtari muslimani duhet ta ketë të qartë që zgjidhja e të gjitha problemeve dhe arritja e qetësisë shpirtërore nuk ka mundësi të arrihet në ndonjë rrugë tjetër përveç se në rregullimin e raporteve me krijuesin e gjithësisë. Dijeni se sa më afër njeriu të jetë Allahut Dhul Xhelal, aq më afër është qetësisë shpirtërore, rahatisë dhe lumturisë në jetën e kësaj dunjaje. Njëherë, përderisa ishte në rrugë duke ecur Ibrahim ibn Adhemi, e pa një njeri të lodhur, të mërzitur, të shqetësuar, pa as edhe një shpresë për të vazhduar më tutje në jetë. E vështroi me butësi, ju afrua afër dhe i tha: "Vëllau im, a më jep leje për të bërë disa pyetje?" Njeriu i lodhur nga jeta, i mërzitur, i tha: "Po, gjithsesi." Atëherë Ibrahim ibn Adhemi e pyeti: "Më thuaj vëlla, a ndodh ndonjë gjë në jetën e kësaj dunjaje pa dijen dhe pa dëshirën e Allahut xhelle shanuhu?" Njeriu i tha: "Jo." Më pas Ibrahim ibn Adhemi e pyeti: "Më thuaj vëllau im, atë çka Allahu Dhul Xhelal e ka përcaktuar si rizq për ty, atë mungon?" Njeriu ju përgjigj: "Jo." Më pas Ibrahim ibn Adhemi tha: "Më thuaj, vdekjen dhe kohën për të dalë prej kësaj dunjaje që Allahu Dhul Xhelal e ka përcaktuar për ty, a ka mundësi dikush ta vonoj dhe a ka mundësi dikush që kësaj të mos i bindet?" Njeriu në hallë dhe i brengosur i tha: "Jo." Atëherë Ibrahim ibn Adhemi tha: "Atëherë pse duhet të shqetësohesh? Nëse njeriu e ka të qartë duke e njohur Zotin se në këtë botë as edhe një gjë nuk ndodh pa dijen dhe dëshirën e Zotit, e ka të qartë se atë çka Zoti ja ka përcaktuar për rrezik, sikur edhe krejt dunjaja të çohen në këmbë, nuk do të kenë mundësi t'ja marrin. Dhe për çdo padrejsi që është bërë në jetën e kësaj dunjaje, për çdo dëm që është shkaktuar në jetën e kësaj dunjaje, e din se ka për dalë për kësaj dunjaje dhe çmimin e dëmit dhe padrejësisë ka për ta marrë nesër kur do të del para Allahut Dhul Xhelal. Besoni se të gjitha këto do të jenë arsye shumë e fuqishme që njeriu komplet të ndryshojë qasjen ndaj jetës së shkurtë të kësaj dunjaje.